Ne si Brigadë Zjarr Fiksa në Gjakov kemi qenë të gjithë të organizuar në zjarrin e ndodhur në brëm në komoditën. Stafi jonë përmban 38 persona, të gjithë kemi qenë të angazhuar pranë në zjarri, po kemi kërkuar ndihmë edhe prej komunave tjera që dëshirojmë t'i falenderojmë shumë për mbështetjen që na kanë bërë në brëm. Ka qenë komuna Prishtinës, Prizrenit, Rahovecit, ka qenë po ashtu edhe komuna Pejës, Deçanit edhe Jonikut. Thirrjen e parë kemi marrë në mesditë në orën 16:40, duke marrë parasysh se fabrika komoditës në Brigadën e Zjarr Fiksas është një metër të përafër, kemi arritur për 1 minutë 2, kemi arritur në vend të ngjarjes. Fal angazhimit të Zjarr Fiksa kemi arritur të bëjmë çmos të lokalizojmë zjarrin, të mos depërtojnë pjesën të administratës, po ashtu edhe në pjesën ku janë bombolat, kemi bërë ndërprerjen e zjarrit. Fatmirësisht nuk ka pasur dëmën e njerëz, as nga brigada Zjarr Fiksa nuk ka të lënduar, vetëm dëm e materialet që ka të shkaktuar. Zjarri është vënë në kontroll fal Zjarr Fiksa që kanë qenë brëm deri në orën e mesnatës, e kanë vënë në kontroll zjarrin, gjithçka është në kontroll, nuk ka rrezik të përhapet zjarri. Zjarri është shuajtur totalisht. Prej datës 6 në Gjakov ka qenë situata emergjente, kemi pasur veshime të mëdha, po fal vullnetit të Zjarr Fiksa dhe punën që e bëjmë me vullnet të madh, kemi arritur çdo qytetari të dalë ndihmë. Po ashtu fabrikës të komoditës që është vërë në flak, gjithashtu pa ndërprerje Zjarr Fiksa që kanë qenë pa pushim, kanë vazhduar të lokalizojnë zjarrin dhe ta shpejtojnë një pjesë të madhe të fabrikës që ka qenë të rrezikuar nga flaka.